Specialistët e trafikut urban dhe interurban të Komisariatit Policisë së Sarandos referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimin penal për një shtetas 37 vjeçe, banues në Shelegar, pasi në rrugën Skënderbeu, automjeti që drejtonte është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin EH. Si pasojë është dëmtuar shtetasi në fjalë, i cili po merr mjekim në Spitalin e Traumës. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Himarës referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimin penal për një shtetas 71 vjeç banues së Lukov, pasi dyshohet se ka dëmtuar me mjet prerës gomat e automjetit të një shtetasi me iniciale NP. Specialistët e hetimeve të krimeve të Komisariatit të Policisë së Sarandos referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimin penal për një shtetas 47 vjeç banues në Ksamil, pasi dyshohet se ka kryer punime ndërtimi pa leje. Policia bën me dije se të gjitha materialet procedurale janë referuar prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme.